Mesazh e pafund puro. Alors on danse. Ulla, ç'është kjo histori, më burr? I bie që Trumpi dështoi, sepse u trubetua me të madhe, erdhi Trumpi, u bë marrëveshja në Gaza mes Izraelit dhe Gazës, dhe ka disa ditë... Ishte marrëveshja e armëpushimit. E armëpushimit, dakor, pra. Tani ishtë prishur, i bie që Trumpi të ke dështuar atëherë. Jo. Që do e shohim me një logjikë të thjeshtë. Jo. Çfarë po ndodh? Ose Trumpi është mbrapa kësaj pune dhe i thotë Netanyahu të vazhdo vëlla se mos shakok. I bie që Netanyahu, duke parë që po ndodhin zhvillimet pakëthyeshme në botë, kryesisht me Rusinë dhe me Kinën, me administratën e re në Amerikë, dhe duke parë që Trumpi ka shfaqur një stinë të madhe dashurie, por edhe bashkëpunimi politik me Arabinë Saudite dhe me Turqinë, që janë dhe aleatët kryesorë, pra bota arabe dhe Turqia me palestinezët. Trumpi po i rifut dhe njerë trupat të tjerë që të hap lojën për të futur Izraelin në pazarin e madh, pra në lojën e madhe. Pra nëse do ketë një marrëveshje të madhe, si ajo që kemi përshkruar në botë, në këtë marrëveshje duhet jetë edhe Izraeli në tryezën e bisedimeve. Qartë. Dhe për të bërë këtë gjë, nuk i duhet armëpushim, po i duhet një luftë. Dhe luftën e ka aty, e ka në Gaza, tmerret e Gazës janë treguar gjatë një vit e gjysmë. Dhe kjo është shumë e qartë që me rifutin në Gaza, Izraeli thot tani çfarë do bëjmë? Do vazhdojmë luftën apo do ulem edhe unë në tryezën e bisedimit në vendimarrjet e mëdha? Pse? Sepse Arabia Saudite përveç që kërkon rolin e supremacisë në botën arabe, për shkak të marrëveshjes speciale që ka me administratën e re amerikane, dhe për shkak të rolit që ka marrë në negociatat me Rusinë edhe me Kinën, në të njëjtën kohë Arabia Saudite kërkon edhe pajisje me bombë bërthamore. Dhe Izraeli sot e shef Arabinë Saudite me simpati për të pasur edhe për të vazhduar me marrëveshjen e Abrahamit, pra për njojën e dy fisht mes vendeve të botës arabe dhe Izraelit. Të cilë, për bota arabe këtë e shkëmben me njojën e shtetit Palestinës, por Arabia Saudite kërkon edhe pajisje me armë bërthamore. Por Izraeli e shef sot me dyshim pajisje me armë bërthamore, ndërkohë që Amerika e shef si një mundësi për të përmbajtur Iranin në anën tjetër të Gjirit Persik. Pra, Bibi Netanyahu, përveç se shef mbjetesën e vetë politike, shef edhe mundësin për të ulur në tryezën e bisedimeve të mëdha, duke thënë që unë jam ai që mund ta vazhdoj luftën. Që mund ta vazhdoj dhe që mund ta pushoj. Që mund ta vazhdoj dhe që mund ta pushoj. Për ta pushuar duhet ulemi në tryezën e... Prandaj po e bën thoti. Po sigurisht. Po ndërkohë Trumpi si reagon tani? E zëm se jeti në mendjen e Trumpit. Ku shikon këtë gjë? Trumpi do shohë raportin e forcave. Pra do i thot sauditëve, unë do bëj gjithçka për ju sepse unë ju kam aleatët primare etj. Do kërkoj vendosjen e paqes dhe armëpushimin, pra mund të kërkoj edhe njojën e shtetit të Palestinës nga ana e Izraelit, por një të kohë, për shkak se unë kam Izraelin në prioritetin dhe kam aleat kryesor, sidomos Bibi Netanyahu dhe mbjetesën e tij politike, për të njëjtën arsye është vështirë që Amerika t'i japi armën bërthamore Arabisë Saudite. Gjërat janë në lëvizje. Është dinamik, thoti. Është dinamik në lëvizje, nuk është kaq e thjeshtë. Trumpi në të njëjtën kohë ka shprehur simpati për Bin Salmanin në Arabi Saudite, për Bibi Netanyahu, pra i ka aleat, dhe sfundin dhe për Erdoganin. Po dhe për Erdoganin, po. Tashi të tregta njerëz, ndërkohë që vazhdojnë bisedimet me Rusinë, por është një luftë e hapur tregtare dhe politike me Kinën, të tregta njerëz janë shumë të rëndësishëm për Trumpin dhe për politikën e jashtme amerikane, dhe ndaj Bibi Netanyahu i bie grushtit në tavolinë për të thënë jam dhe unë këtu dhe do dëgjoni dhe kushtet e mia. Është një shah shumë i bukur. Dhe Trumpi nuk ka asnjë mundësi të thotë stop. Trumpi nuk është në kushtet që mund të humbas aleatët e rinj në botën e re që po krijon. Është i detyruar që të ulet me gjitha palet dhe të gjejë zgjidhje të ndërmjetme. Kulla, kemi edhe 6 minuta kohë. Të lutem më thuaj një gjë. Kjo që po ndodh tani në Gaza. Nuk e di Ledio, përveç asaj foto si nxore, ke edhe pamje tjera nga Gaza, nëse ke nxirit, lutem. Ku ushtria izraelite përveç se po bombardon, në pothuajse të gjithë Gazën, dakord? Thonë që tani është futur, po avancon dhe me trupa. Dëgjoja këta francezët,
LCI-s është një kanal atij që merret në darkë vetëm me luftën ose në Ukrainë ose në Gaza, që thoshin nga gazetarët që janë aty afër, se nuk lejon akoma gazetarët të hyjnë brenda në Gaza. E para njerë që mos harroj, ka shumë të vrarë gazetar, shumë të vrarë në Gaza. Ka patur që nga fillimi. Jo, gazetar vendas tani kote fundit. Po, korespondent. Korespondent. E dyta, burimet atje thonë që qëllimi është që ky të gjithë popullsia që është komplet në qiell të hapur tani, sepse ra dhe ajo pjesa që ata mund të rinin, iku dhe ajo, po i shtyn drejt detit. Ke parasysh? Po. Dhe sipas analizave të tyre, presupozohet që situata të mbri deri në atë pikë sa që gazauitët, kulla, të vi një moment që mos kenë gati mbajnë me ata, por të s'duan të ikin nga vendi tyre, po për të realizuar planin Côte d'Azur, pra, të pastrimit Gazës? Të pastrimit Gazës, ata t'i çojnë në det, bombardime nga njëra anë, tanket nga ana tjetër, dhe të vinë anije Timani t'i heqin. Ky është skenari. Nuk ndodh dot. Nuk ka për ndodhur. Nuk ndodh pa dhënë Sauditët okejn. Është Sauditët dhe Arabët, Sauditët, Katari, Emiratet e Bashkuara, pa dhënë këta okejn, dhe Egjipti. Të gjitha këto vende që tash janë aleatët kryesorë të Amerikës kundra Iranit. Dhe Trumpi tani këtë momente po luan për këtë gjë. Dhe Trumpi nuk mund të humbë aleatët e vet vetëm. E kuptova pra. Pra çështja është që nëse trupat izraelite po hyjnë atje, trupat izraelite pas një vit e gjysmë lufte kuptuan që nuk e kishin dëmtuar Hamasin sepse Hamasi ndodhet poshtë të tunelet. Dhe shtyrja e popullsisë drejt bregut ka të bëjë me futjen dhe kontrollin e një pjesës së tunelit. Dhe fakti që ata po shkojnë nga ana e kufirit me Egjiptin është se duan të bllokojnë ato që janë hyrjet dhe daljet nga Egjipti. Se ç'a ndodhi kur pamit që filluan të shkëmbeshin pengjet, që Hamasi ishte goditur shumë pak, që vazhdonte të kishte kontrollin e territorit, dhe kjo është një gjë e prishme, unë ta pata thënë që në fillim që Hamasi vetëm do forcohet nga kjo luftë, por mbi të gjitha që Gaza që është poshtë në tokës është ajo Gaza e cila vazhdon luftën, Gaza me cilën ata furnizohen me armatim. Pra ti thua tunelet janë pafund, nuk mbarojnë, edhe pse këta morën kontroll shumë tunelet. Pa, ky është problemi. Pra, ata do të tregojnë forcën tani. Por e cili është qëllimi final, molla? Qëllimi final nuk është heqja e popullsisë gazauite atje dhe pushtimi nga Izraeli. Qëllimi final është që Izraeli të ulet në tyrezën e madhe të vendimarrjeve. Pra që do të thotë lufta do rifillojë prapë fort. Gaza është një territor shumë i vogël që nuk përbën në prioritet të jashtëzakonshëm për Izraelin, por duke vendosur vëmendjen te Gaza, Izraeli ulet në tyrezën e madhe të Bisedinit dhe hallin e ka me bregun perëndimor dhe me atë që thash që ka të bëjë të mos e lejoj politikën amerikane që të pajisë arabët me armë bërthamore, se e shef si një kërcënim për 100 vitet e ardhshme, një, dhe dyta të shoj se nëse do ketë një të shtetit të Palestinës, çfarë shtetit Palestinës, pra do jetë një mini shteti Palestinës apo do jetë një shteti i madh i Palestinës? Shpjegimi i Palestinës në pak minuta është i pamundur, megjithëse ne kemi bërë herë tjera. Ki parasysh që në bregun perëndimor jetojnë gati 3-4 milion palestinez, dhe atje është ajo që njihet si shteti palestinez, autoriteti palestinez, ndërkohë në rripin e Gazës jetojnë 2 milionë e gjysmë. Nga cilës mbi 50.000 konsiderohen të vdekur. Është e pamundur që Izraeli të lejohet dhe që Izraeli të përzër nga Gaza 2 milionë e gjysmë njerëz, sepse do të ishte spastrimi etnik më i madh i ndodhur ndonjëherë dhe është e pamundur që kjo të ndodhi pa patur të paktën 500.000 viktima të tjera. Po? Dhe pyetja ime e fundit kulla është kjo. Netanyahu po tregon forcën edhe për ekuilibrat brendshëm në Izrael, por po e tregon forcën me masë. Pra masën që thot unë mund të jem edhe më shkatruar se kaq, por po pra po vras, po mund të vras më shumë. Po. Pyetja ime e fundit është kjo, para se të lë të qet. Ti thua Izraeli po bën gjithçka që Arabia Saudite të mos pajiset me bombë bërthamore apo jo? Po. Pyetja ime është e thjeshtë valla. Pra sot Arabia, mos doshta ja ta moroj pyetje, mos doshta duke pasur bombë bërthamore, shumica e vendeve do ta mbaj paqen gjallë nga Afrika. Pra, është detyrimisht gjë e keqe? Izraeli nuk i shet gjërat me syç që ishe politika në Evropë ose që i shohim ne. Pra 4 vjeçar, 5 vjeçar. Izraeli i sheh me sytë e një populli që ka mbijetuar për 3-4.000 vjetësh. Dhe e sheh kërcënimin e zhdukjes së popullsisë të shtetit Izraelit dhe të popullsisë hebraike nga linja e mesme në raport me 100, 200, 300, 400 apo 500 vite të ardhshme. Vite të ardhshme, qartë. Nuk bëllo garit tani për tani. Dhe Izraeli di shumë mirë që demografia është arma e vet më e dobët
Prandaj edhe stimulon lindjet e popullsisë ultraortodokse. Ultraortodoksët nuk punojnë, ata vetëm bëjnë fëmijë. Qartë. Dhe këta kryesisht zhvendosen në bregun perëndimor, pra në ato që njihen si toka e premtuar. Pra çan ato? Jo vetëm kibucet, po i bëjnë bregun perëndimor atje ku është pra territori që shkon nga Jordania, se sipas librit të tyre të shenjtë, Izraeli duhet shkon deri atje ku janë dy lumenjt, Tigri dhe Eufrati, pra deri në Irak. Tani, kjo është toka e premtuar sipas librit të tyre të shenjtë. Pra këta janë ekstremistët e djathtë. Ka dalë dhe Netanyahu me këto. Netanyahu thot po, thot jo, për shkak të logjikës po, e ka treguar në kohë, për shkak të logjikës politike. Pra, Netanyahu t'i intereson një marrëveshje afatgjatë me arabët për mbietes, po për këtë gjë intereson që tregojë që ka forcë që mund të bëjë dhe të kundërtën. Dhe këtë gjë ai e bën sepse di që Trumpi në këtë moment është një njerëz që kërkon të mbajë në të njëjtën kryesë. Edhe arabët, kryesisht Saudit, Katar, Emirate, Egjiptianë e tjerë që janë aleatët e vet, por edhe izraelitët, pra Bibi Netanyahu dhe partinë e tij në pushtet. Kulla je i madh, kënaqja shumë me ty sonte. Nuk e di kur takohemi javës tjetër, do më thuash, gjithsesi këtu jemi. Të premten tjetër. Të premten tjetër, që i bie data mos gaboj 11 prill. Pra një muaj para zgjedhjeve. Një muaj do inaugurojmë ditën një muaj para zgjedhjeve. Dhe për vjetori